Përshëndetje të dashur miq. Nëse kjo video ju ka gjetur apo nëse jeni të tërhequr nga titulli i saj, do të thotë që ndoshta së fundmi keni pyetur veten pse jo unë? Pse të mos ta kem unë këtë lloj mirëqenie që po shikoj tek të tjerët dhe që tani më e di dhe e ndjej që unë e meritoj. Pra ndoshta në të kaluarën e keni parë dhe ju është dukur si diçka shumë larg ju, si diçka e huaj për ju, si diçka që ju nuk do të arrini ndoshta dot kur, ndërsa tani keni ndryshuar perspektivën dhe duke e parë të reflektuar tek të tjerët, mendoni që edhe ju e meritoni. Por thoni përse jo unë. Pra, tani keni filluar të ndryshoni këtë perspektivën dhe tani është ndryshimi i vërtet. Sepse diçka që unë kuptova dhe dëgjova për këtë mesazh ishte që universi nuk i shpërblen ata të cilët vuajnë dhe të vendoset drejtësia, nëse ju vazhdoni të zgjidhni të vuani përsëri. Pra nëse ju vazhdoni dhe zgjidhni me vetdije që të luani rolin e viktimës, të vazhdoni të vuani përsëri dhe mendoni përsërisht nuk keni të denjë për mirëqenie, universi do reflektoj po të njëjtin gjë. Pra nuk ka të drejtë të gabuar univers, nuk ka të mirë apo të keqe, nuk ka, si të thuash, njerëz më të mirë se të tjerët. Ama ka njerëz që besojnë që meritojnë të mira, ka njerëz të tjerë që besojnë që meritojnë të vuajnë. Dhe gjeni se çfarë? Universi thotë që dëshirat tuaja janë urdhër për mua dhe kështu bëhet. Dhe prandaj unë i vajulluar të bëj këtë video me këto karta të cilat janë shumë të magjishme për të kuptuar se çfarë mund të jetë një farë bllokimi i vogël mes jush dhe asaj që ju doni. Pra qoftë edhe vetja juaj, qoftë një besim limitues, ta zbulojmë këtë, të bëjmë të mundur që të hedhim dritë dhe ta çlirojmë. Kështu që mbajini ndërmend të synim të përbashkëtonin që ne të shohim se çfarë vërtet është ajo që shndron. Por unë di shumë që është thjesht besimi dhe thjesht të dini që ju e meritoni. Pra thjesht kur ju e vendosni që ju meritoni mirëqenie, atëherë ndryshon gjithçka. Sepse ju keni ndryshuar mënyrën se si mendoni për veten, se si tërhiqni, si të thuash. Pra nuk mendoni më që ju duhet të vuani, nuk mendoni më që jeni viktimë, nuk mendoni më që duhet të vuani për të patur atë që doni për shembull. Mendoni shumë ta kem këtu dhe tani. Erdhe shumë karta të bukura për ju, gjatë kohës që ne po shletonim dhe po flisnim, si fillim një herë, në leximin e përgjithshëm, sepse gjithmonë kur është karta mbi, pra në fund fare, pasi bëhet e gjithë shpërndarja, këtë e shoh gjithë një si leximi i përgjithshëm këtë kartë. Këtu kemi të pasqyruar një lloj fluture të zjarrt. Një rreth zjarri, numri 13 mund të rezonojë me ju, numri 4. Dhe po ju lejoj që ta shikoni dhe ju si foto. Ajo që unë kuptoj me këtë kartë është që ju mund të keni qenë shumë të paduruar së fundmi. Pra edhe kjo mund të jetë një bllokim, padurimi dhe të mos të, sepse duket sikur thoni që nuk besoj që ti univers apo çfarë do të forcë që ju besoni po ma sjell këtë gjë që unë dua. Në momentin që ju jeni të paduruar. Ose nga ana tjetër thjesht duket sikur e bezdisni, nuk e bezdis asnjëherë, por thjesht silleni ndërmend sikur nëse ju jeni të paduruar me një person, dhe i thoni vazhdimisht që masolle, është këtu, arritëm për shembull, a jemi këtu ende, a jam unë X person për shembull, që unë duhet të jem, pra nëse bëni vazhdimisht pyetje të tilla, mund të jeni bezdisë për palën tjetër. Dhe në këtë rast nuk është se universi bezdiset asnjëherë nga ju, por thjesht ideja që është energjia që ju komunikoni, ajo që tërheq. Dhe nëse ju jeni shumë, si të thuash, shkoni shumë pas diçkaje, ajo trembet dhe largohet, pra është instinktive dhe natyrale. Në momentin që ju jeni të gëzuar dhe komplet energjia juaj është tek ju bëheni magnet. Pra nuk e keni energjinë të drejtuar diku tjetër. Jeni magnet këtu dhe tani dhe e tërhiqni atë që ju doni këtu. Pra në vend që të shkoni ju e tërhiqni ju. Dhe nga ana tjetër dëgjoj shumë që si shikoni vajza është në mes këtij rrethit të zjarrit. Pra, ndonjëherë ju mund të jeni impulsiv shumë, ju mund të jeni një shenjë zjarri në horoskop dhe mund të jeni shumë impulsiv dhe po dëgjoj shumë që të lutem e dëgjova, mos u bëni aq impulsiv sa që të digjeni nga zjarri juaj. Pra mos merrni zjarr me një herë, si të thuash, mos reagoni me një herë ndaj diçkaje.
për shembull po shoh tani mos e thyeni direkt diçka apo mos e hidhni gjithë punën tuaj në kosh, vetëm sepse ju duhet të duroni edhe 2 minuta më shumë për shembull. Edhe ndoshta mendojini për shembull fjalën që thoni është një mesazh shumë specifik sepse impulsiviteti juaj mund të lëndojë të tjerët. Ju ndoshta mund të pendoheni për atë që thoni më vonë, por nuk e tërhiqni dot më mbrapsht, apo jo. Duke qenë se nuk është se po i vendos sipas një radhe, po i marr kështu siç erdhën kartat. Është vërtet një ilustrim shumë i bukur që thotë shkruaj një iluzion dhe po do shikoni vajza duket sikur thjesht e ka çliruar veten dhe thjesht i duket sikur po mbytet në ujë. Ndërkohë që ajo shumë bukur mund të notojë, nuk është as e lidhur, as domethënë i ka të gjitha mjetet, resurset, gjithçka i nevojitet që të dalin sipërfaqe. Dhe është madje shumë pranë sipërfaqes. Por po ndi shumë që ajo dëshiron të qëndrojë aty. Pra dëshiron të mbytet dhe kjo lidhet shumë me mentalitetin e viktimës që ne folëm dhe me mentalitetin që edhe sikur ju të jeni të shpëtuar, pra ju jeni gati në sipërfaqe, nuk jeni në thellësi. Nga një X situatë, ju përsëri vendosni veten dhe duket sikur zhyteni vetë, doni të jeni viktimë, doni të vuani. Dhe këto karta vërtet tregojnë të vërtetën. Pra, kjo vërtet mund të jetë pak sfiduese për ju ta dëgjoni, por ata që janë gati, vërtet do ta dëgjojnë deri në fund. Dhe ata që nuk janë, ndoshta një moment i dytë do të jetë i vlefshëm për ta. Sepse e di shumë mirë se çfarë do të thotë që të mos jeni gati ta dëgjoni këtë vërtet dhe t'ju duket sikur dikush po ju zbulon atë gjë që ju nuk doni ta bëni dhe ju e shtyni tutje. Por ideja është që mos e mbysni veten tuaj. Pra është kaq e rëndësishme kjo. Dhe dëgjova çfarë të lutem shumë qartazi. Pra të lutem mos e mbysni veten tuaj. Ju lutem në këtë rast. Mos e mbysni veten tuaj, mos mendoni që jeni viktimë e realitetit dhe rrethanave të jetës suaj. Keni kaq shumë mundësi dhe siç e shikoni, të gjitha këto janë bulcat e ajrit që ka lëshuar vajza, por janë kaq të bukura dhe duken si kristale, si gjeome, si gjëra shumë të bukura dhe si të thuash një iluminim që ne folëm, ky mund të jetë iluminimi juaj, thjesht ky realizim që pa prit pak, unë e meritoj të jem në sipërfaqe, të marr frymë, të kem dritën e diellit, të shijoj jetën time, unë i meritoj gjitha këto. Dhe kjo është ajo çfarë bëri ndryshimin për ju. Thjesht ky iluminim i vogël, që ju të mos ta mbysni veten, dhe ndoshta është një ndihmë nga universi për t'u treguar që unë do të shpërblej ty, por në momentin që ti ndjehesh i ose e vlefshme për të gjitha këto. Dhe jo kur ti mendon që duhet të vuash apo je përsëri në këtë mentalitet viktime, sepse do të rrehesh po njësoj. Dhe siç e shikoni, e vërteta ka qenë për ju. Dhe numri 12 dhe 21 mund të ketë lidhje me ju, sepse këtu është numri 12 ose numri 3 dhe numri 21 ose numri 3 përsëri, që mund të ketë shumë lidhje me ju. Mund të tregoj moshën tuaj, mund të tregoj datën e ditëlindjes, numrin e rrugtimit të jetës tuaj, mund ta shikoni shpesh, numrin 333, 21-12 orën, 12-21 përsëri orën. Edhe 12-22, po shoh tani. Pra siç e shikoni, libri është i hapur, e vërteta është këtu për ju dhe ka qenë gjatë gjithë kohës për ju këtu. Por siç e shikoni, ju keni patur sy të mbuluara. Dhe ndoshta e keni vendosur, pra për disa për jush mund t'i keni patur vërtet sy të mbuluara, për disa për jush e keni vendosur vetë këtë lloj maske dhe këtë lloj, si të thuash, mbuluese të syve. Dhe nuk keni dashur që të shikoni të vërtetën, siç e tham, që mund t'i dukur kjo vërtet shumë e vështirë të bërë, ndoshta s'keni qenë gati për ta përballur këtë të vërtet, por mendoj që tani jeni dhe nëse jeni në këtë pikë të videos jeni. Ju mund të jeni shigjetari, ju mund të jeni shumë njeri i orientuar drejt golave dhe doni të arrini gola specifike dhe ju pëlqen të vendosni këto gola dhe t'i arrini, apo ju pëlqen që po gjë tani shoot for the stars, pra të ndoroni shumë gjëra të bukura, që ndonjëherë mund të duken edhe vetë të paarritshme, por nuk ka asgjë të paarritshme në univers. Në momentin që e besoni, gjithçka bëhet e mundur. Karta tjetër që po e marr sipas radhës është vërtet shumë e bukur. Tregon hënën e plot. Nëse ju shikoni në cilin do muaj që shikoni, hëna e plot e këtij muaji do të jetë shumë e rëndësishme për ju. Kjo është ajo që po dëgjoj. Që mund të vijë ky realizim për ju, që mund të vijë ky iluminim për ju, apo që ju të mund të bëni këtë lloj ndryshimi. Dhe në hënën tjetër të re, ju do të mund të përjetoni këtë diçka që ju doni, pra kaq shpejt mund të ndodhë ndryshimi, edhe brenda natës mund të ndodhë dhe mund të vijë ajo që ju doni në momentin që e besoni, në momentin që ju çlironi limitimet, në momentin që ju
e shikoni veten të vlefshëm për të. Dhe sepse nuk ja tregova kartën, numri 10 mund të rezonojë me ju, numri 1. Dhe është vërtet një kartë shumë e bukur që tregon që ju jeni piktori i jetës suaj, ju jeni aktori i filmit të jetës suaj, ju jeni autori kryesor i librit të jetës suaj, ju jeni protagonisti pra, dhe ju jo vetëm jeni protagonisti, por ju jeni producenti dhe ju jeni ata që shkruani historikun e jetës suaj. Pra kjo është shumë e bukur. Apo që pikturoni pikturën e jetës suaj. Dhe ajo që po shoh është që nuk, dhe që po dëgjoj, nuk keni pse ta bëni gjithë këtë brenda ditës. Pra mos e merrni si një super përgjegjësi të madhe dhe si diçka që duhet ta bëni me patjetër sot. Keni, ndoshta gjithë jeta juaj do t'ju duhet për pikturuar pikturën e jetës suaj. Pra nuk është diçka që mbaron. Mund të mbarojë në fundin e kësaj jete. Pra çdo ditë është një mundësi që ju të shtoni një ngjyrë, një ngjyrim, një simbol, diçka të bukur në pikturën e jetës suaj. Çdo ditë është një mundësi për ta filluar nga fillimi. Çdo ditë mendojeni sikur pikturova gjithë këtë pjesë, tani më të pikturojmë këtë pjesën e bardhë. Dhe gjithnjë do të keni deri në fund të jetës pjesë të bardhë për të pikturuar. Shumë kartë e bukur. Dhe këtu thot përgjegjësia është e juaja, përgjegjësia është e juaja për të zgjedhur që jeni të vlefshëm, për të zgjedhur që ju e meritoni gjitha këto, për të zgjedhur që ju i deklaroni, pra mund të deklaroni edhe këtu dhe tani, mund të komentoni që unë i deklaroj dhe jam ose e hapur për gjitha këto fillime, gjitha këto bekime, unë i meritoj, unë jam ose e vlefshme për gjitha këto, pra janë gjitha affirmime që mund të ndihmojnë. Dhe ju mund t'i komentoni në komente, mund t'i deklaroni, mund t'i shkruani në blogun tuaj, dhe gjitha këto ndihmojnë. Karta tjetër është numri 23, pra të çliroheni nga këto limitimet. Dhe si që shikoni, vajza është e lirë nga litarët, që ose i kishte vendosur vetë për veten e vet, dhe kjo është ajo që unë po ndjej, pra ju keni qenë në një farë errësire në jetën tuaj dhe keni pritur për një farë iluminimi, por nuk e keni kuptuar që gjithkohës iluminimi keni qenë ju, drita keni qenë ju, bardhësia keni qenë ju, e vërteta ka qenë tek ju. Pra gjithkohës ky lloj çlirimi dhe ky lloj libri dhe kjo lloj e vërtete ka qenë këtu për ju. Por ju kishit zgjedhur që të vendosit këtë lloj maske dhe të mos ta shikoni, ose s'keni qenë gati pra një nga të dyja. Dhe tani jeni gati të çliroheni, tani jeni gati për fillime të reja, tani jeni gati për aventurë, sepse numri 5 lidhet shumë me aventurën, me ndryshimet. Pra ndryshime po vijnë në jetën tuaj në lidhje me këtë aspekt dhe shumë shpejt, sepse po shoh tani një kartë e cila simbolizon këto ndryshime të shpejta, sepse siç e tham, në momentin që thjesht e besoni, dhe thjesht është tamam si ky klik. Dhe tani është egzare. Wow, shumë e bukur si një simbol dhe konfirmim që duket sikur gujtat tuaja po ju festojnë, që ju thjesht e bët këtë lloj ndryshimi, pra universi po feston për ju, sepse më në fund ju e pa të vërtetën, më në fund ju zgjodhët të merrni përgjegjësi të pikturoni pikturën e jetës suaj, më në fund ju zgjodhët që të dilni sipërfaqe dhe të çliroheni nga gjitha këto limitime. Dhe më në fund tani universi mund t'ju shpërblejë dhe mund t'ju jap. Sepse ju ndoshta keni pritur që nga kjo errësirë që keni kaluar, nga gjithë këto vështirësi, ju keni pritur që të merrni shpërblimin tuaj. Por siç e tham, nuk mund të shpërbleni në momentin që ju nuk e shikoni veten të vlefshme, apo të vlefshëm. Dhe nuk mendoni që e meritoni. Universi do kaq shumë të shpërblejë secilin prej nesh. Por nëse ne vërtet e deklarojmë dhe e mendojmë si të mundur, pra të largojmë gjithë këto limitime nga mendja, nga vetja jonë, litarët që ndoshta ja kemi vendosur vetvetes, maskat që ja kemi vendosur vetvetes. Karta tjetër është 31 dhe numri 13, pra shumë numra të reflektueshëm që mund të shikoni si pasqyrë. Dhe kjo është një shi shumë e bukur që realiteti është pasqyra juaj dhe ja ku erdhi konfirmimi që mund të jeni shigjetari përsëri, apo thjesht ju pëlqen që të ajo që po dëgjoj është që thjesht keni shënuar në shenjë. Dhe kemi hënën e re këtu, pra që këto fillime mund të vinë për ju në hënën e re, pa thjesht të keni shënuar në shenjë. Dhe unë po e shoh si një dhijë në fakt. Nuk mendoj që është një dhijë, jo, por gjithsesi dhija e lidh shumë me faktin që ju tani më po shikoni si të arsyeshme apo thjesht e shikoni që ju meritoni të merrni më të mirë nga gabimet. Pra e keni parasysh se po shoh një flutur monark shumë të bukur të verdh tani më, që mund të rezonojë me ju. Dhe flutura e verdh këtu, po. Vërtet që rezonon shumë me ju, me disa për ju është të paktën. Dhe po mbas fillin. Pra,
Ju tani kuptoni që po meritoni këto më të mirat e bimëve. Pra siç e shikoni, 10 për shembull, shkojnë gjithmonë ushqen në kodrina dhe ushqehen me majat e bimëve, pra më të mirën nga bimët. Duke që delet mund të ushqehen me gjithçka edhe ndoshta e ulin kokën dhe mbajnë kokën poshtë dhe ushqejnë me çfarë t'i paraqitet. Pra ju keni kuptuar që nëse ju thjesht e bëni këtë dhe ushqeni me çfarë t'i paraqitet për ju në jetë, atë do të merrni. Por nëse ju synoni për më shumë dhe mbani kokën lart dhe shoot for the stars, siç e dëgjuam, ju kuptoni që jeta do t'ju shpërblejë me këtë gjë. Dhe ju do të merrni atë që ju vërtet mendoni se e meritoni. Dhe siç e shikoni, pra nga ky moment që ju të çliruat dhe ngjyra e verdhë rezonon shumë me ju, ngjyra e bardhë, ju morët fuqinë tuaj në dorë. Se shikoni që vajza po kupton që ju jeni më të fuqishëm nga sa ju mendoni, ju jeni më të fuqishëm në krijimin e realitetit tuaj nga sa ju mendoni. Dhe mënyra se si ju mendoni do të thotë shumë se si ndjeheni për veten, si flisni për veten, kjo lidhet me çakën e pleksusit diellor, konfidenca që ju keni, pra sa të vlefshëm ju ndjeni për të gjitha këto. Kjo është ajo që vërtet ju ka mbajtur, si të thuash, gjithçka që ju nuk e dini që e doni, por keni menduar që nuk e meritoni, e ka mbajtur si një distancë larg jush. Pra ajo ka qenë këtu për ju, është si ky libër, por nuk e keni marrë dot, nuk e keni parë dhe nuk e keni bërë tuajën, sepse nuk e keni ndjerë të vlefshëm. Po shoh tani pikërisht sikur dikush t'ju jap një lloj dhurate dhe ju të ndjeni keq që po e merrni dhe thoni jo faleminderit sepse mendoj që nuk e meritoj, nuk kam bërë asgjë për ta merituar. Dhe ju tani po kuptoni që nuk keni pse të bëni diçka për ta merituar. Nëse dikush po ja jep këtë, do të thotë që ju jeni më së të vlefshëm për ta marrë. Nëse jeta po ju ofron këto bekime, thuajini po me krah hapur, shijojini, bëuni mirënjohës sepse sa më shumë mirënjohës jeni për to, aq më shumë të tjera do të vinë. Dhe mos mendoni që duhet me patjetër të vuani për ta merituar. Apo në momentin që vuani do ta meritoni. Vuajtja sjell më shumë vuajtje. Gëzimi sjell më shumë gëzim. Mirënjohja sjell më shumë të mira. Dhe karta e fundit për ju është 47-a, numri 9, që lidhet shumë me nuk e di pse thash numri 9. Okej, ndoshta 9-a ka rezonon me ju. Por numri 11 dhe numri 2. Pra ju jeni në përputhje me këtë të vërtetë tuajën, me paqen e brendshme. Ju jeni në përputhje me këtë lloj relaksi, si të thuash. Nuk e di pse thash numri 9, por mendoj që lidhet shumë, sepse numri 9 lidhet me pjesën e reflektimit, të shkoni brenda në veten tuaj. Të kaloni kohë me veten tuaj dhe të njëjtën që po bën me vajza në pikturë. Është konfidente në aftësitë e veta në pikturën e bukur që ka pikturuar deri më tani në jetën e saj. Në panoramën e bukur që ka krijuar, që ka manifestuar, gjithçka që ne na rrethon është manifestimi ynë. Dhe nëse ju ndodheni në këtë shtëpi, në këtë midis të bukur, ju e keni manifestuar. Prandaj falenderojeni veten për këtë. Dhe siç thotë edhe këtu, të rilidheni me veten tuaj. Ndoshta e gjitha kjo ju ka bërë që juve ta keni fokusin tek diçka e jashtme, ndërkohë që siç e thamë, vërtet ka qenë gjithnjë këtu dhe tek ju. Ju keni qenë drita. Pra ju keni qenë ajo që ju keni dashur dhe keni kërkuar gjithnjë tek të tjerët. Qoftë dashuri, qoftë paqe, qoftë mirësi, qoftë buzëqeshje, qoftë të mira dhe resurse. Pra, çfarëdo gjë që ju keni dashur, ka qenë këtu për ju. Dhe ju tani më nga gjithë ky rrugtim, tani po e kuptoni. Dhe tani po kuptoni që ju duhet të punoni me veten për të ndryshuar realitetin e jashtëm. Tani po kuptoni që ju duhet të ndjeni të vlefshëm për të merituar një lloj paqeje të tillë. Dhe thjesht ta deklaroni, thjesht si kaq. Thjesht mjafton ta bëni këtë dhe gjithçka për ju të ndryshojë. Dhe jam shumë e udhëzuar tani të shikoj në çfarë ka të bëjë kjo gjë që okej, vetëm një kartë vetëm mirë, ja, dhe ishte pikërisht ajo që unë po shikoja. Kjo që ju vërtet pra mund të jetë ndryshme për secilin, sepse dhe këtu thot të dini çfarë vlen vërtet në jetë. Pra ndoshta ju keni qenë duke kërkuar para, por tani po kuptoni që parat nuk janë gjithçka që vlen, është dashuria, janë lidhjet e bukura, të sinqerta, apo janë anasjellta, janë të tjera grupime të mundshme. Dhe pasi që shikoni ju tani po kuptoni që thjesht kujtimet janë të vlefshme, kujtimet që u lini dhe që përjetoni me njerëzit e zemrës. Se po shikoj këtë foto në sfond dhe me një zemër në mes, hëna e plot përsëri që mund të ketë shumë rezonancë me ju në lidhje me këtë iluminim. Ju keni një zemër për diamanti, kjo është ajo që po dëgjoj dhe askush nuk mund ta thyejë atë. Por
mund ta formosojnë në këtë lloj forme që bën të mundur që të shkëlqejë më shumë. Pra kjo që e bukur. Sepse siç e dini, diamanti duhet që t'i jepet ajo forma e vet që të shkëlqejë dritën e vet më së shumti. Pra zemra juaj është prej diamanti dhe nuk mund ta thyejnë, por thjesht mund ta hapin atë që të shkëlqeni më shumë dashurinë tuaj. Si kjo kartë. Dhe ju të kuptoni që ju jeni dritë dhe ju jeni gjithçka që keni patur nevojë deri më tani. Dhe shenja konfirmimi për ju mund të jenë nëse shikoni zemra, zemër roz, si emoji, po shoh tani zemër të berdhë, zemër lila, apo zemër kudo. Ka raste shpesh që shoh zemra të pikturuara në makinë dhe kjo mund të jetë një shenjë për ju, pra në makinat kur udhtoni. Statuja. Ju mund të keni parë një film shumë të bukur që ishte romantik apo thjesht që vërtet ju dha këto aha moments apo iluminime, sepse ka shpesh raste që ne vërtetojmë këto drejtërimat e së vërtetës, drejtërimat. Pra kur përjetoni këto ndjesitë në trupin tuaj që dini që kjo gjë po flet për ju, është e vërteta për ju, apo thjesht shikoni një konfirmim në film, duket sikur filmi po flet për ju, kjo mund të kenë ndodhur për ju së fundmi, apo keni parë një pikturë e cila vërtet ju ka bërë të mendoni, të reflektoni, të humbisni në ngjyrat e saj. Dhe është si kjo piktura këtu, pra që ju ka dhënë iluminimin që ju mund të krijoni një pikturë po kaq magjepsëse të jetës suaj, që të tjerët vërtet të magjepsen nga historia e jetës suaj, historia e dashurisë në jetën tuaj. Dhe siç e shikoni, po shoh tani që kjo hënë plot e këtij muaji është shumë e rëndësishme, por jeta është një udhëtim i vazhdueshëm dhe të gjithë këto topat e vegjël që po të shikoni mund Okej, nuk po e pozoj dot. Gjithë këto topat e vegjël të qark janë të gjitha hënat e tjera të plota që janë në si të thuash, në avantazhin tuaj për të krijuar edhe më shumë bukuri në jetë. Kjo është shumë e bukur. Mesazh, të gjitha këto mesazhe për ju. Edhe ngjyra roz mund të rezonojë me ju. Uroj vërtet shumë që të kenë rezonuar këto mesazhe për ju, të kenë qenë një dritë, iluminim, një konfirmim për këtë moment në jetën tuaj, për këtë mesazh me folëm. Dhe nëse jeni në këtë pikë të videos, vërtet që uroj më të mirë për ju, uroj që ta kuptoni sa të vlefshëm jeni, uroj ta kuptoni që nuk ka nevojë që të vuani apo të strapacoheni apo të kaloni vështirësi, që patjetër të meritoni më të mirën. Ju e meritoni më të mirën që në momentin që ju keni lindur dhe që në momentin që keni marrë frymë dhe që po merrni frymë dhe që ekzistoni. Dhe nëse ju e besoni këtë, ky do të bëhet realiteti për ju. Shumë faleminderit. Shihemi në videon tjetër. Do të shumë të njëjta me eksperiencën dhe opinionin tuaj në komente. Dhe mirupafshim.